Partia Demokratike e Kosovës e ka përmbyllur fushatën elektorale në Mitrovic. Kryetari PDK-s Memli Krasniqi, duke kërkuar besimin e qytetarëve për kandidatin Arjan Tahiri, u zotua për vazhdimin e qeverisjes së mirë në këtë qytet. Qytetari saj nuk friksohet se ky qytet e Isa Valetinit e i Rukës. Ata nuk e dinë se Mitrovic digniteti i qytetarit nuk blehet se ky qytet i ka drejtësi. Ata nuk e dinë se Mitrovic pushteti nuk i takon atij që vërtet më shumë, po atij që shërben më mirë se kjo qytet i Petrej Hamzës. E kryesorja, ata nuk po e dinë që Mitrovic qytetarët nuk e dojnë arrogancën, po e dojnë edukatën, se ky është edhe qyteti Arjan Tahiri. Arjan Tahiri premtoi bashkëpunim me secilin qytetar për të realizuar programin qeverisës që ka të bëjë me zhvillimin e Mitrovicës. Jemi ndër bashkë për Mitrovicën, por neve Mitrovica është më rëndësishme, më vlefshme, se sot se cila parti politike. Andaj, të gjithë spektri politik në qytetin e Mitrovicës, nga të gjitha subjekte, aktiviste e vullnetorë, nga të gjitha subjektet politike, janë bashkuar në kauzën tonë për bashkët për qytetin, për qytetarët e Mitrovicës, janë mirënjohës, janë falendërues për jetësim. Në këtë tubim, Tahirit i dhanë mbështetje dhe zyrtarët e partive të tjera që kanë lidhur koalicion për bashkëqeverisje në Mitrovic. Lidhja Demokratike e Kosovës e ka mbyllur fushatën elektorale në Viti. Lideri i saj, Lumir Abdigjiku, i ftoi qytetarët e kësaj komune që këtë të diel të votojnë për mandatin e 4 të kandidatit për kryetar të kësaj komune, Sokol Haliti. Vitia është shembulli i një qyteti që rritet, që zhvillohet, që ecën përpara, pa zhurmë shumë, por me punë të mëdha, me punë të përditshme, me njerëz të thjesht e me vizion të qartë. Ky është qyteti ynë që nuk njeh ndarje, nuk njeh përçarje, qyteti që ka bashkuar njerëzit jo për pushtet, por për të ardhmen e tyre. Qyteti që për 12 vite me radhë është bërë model i qeverisjes së mbarë e të mirë. Ndërsa kandidati për kryetar të komunës Sokol Haliti tha se zhvillimi i komunës së Vitis është merit e qytetarëve të saj, të cilët e kanë përkrahur dhe ndihmuar secilin projekt komunal. Kur ta punojnë në orën e vet, secili lavdërohet gjithë fusha, kur lavdërohet gjithë fusha dhe ku bereqet, jeshi, ka dhe bereqet, rentabilitet, estetik, jeshi, për aeroplane shtetet që punojnë secili orën e vet i shef sojën zhvillume. Edhe ne do ta zhvillojmë vendin tonë njëjtë. Edhe ne do ta zhvillojmë Kosovën njëjtë, me udhëheqje të mirë profesionale që kanë program qeverisës. Në këtë tubim, u premtua dhe realizimi i shumë projekteve të cilat sipas drejtuesve të LDK-s do të kenë ndikim të drejtë për drejtë në mirëqenien e qytetarëve. Drejtues të AK-s përmbyllën fushatën elektorale mbrëm edhe në Rahovec. Kryetari i kësaj partie, Ramush Haradinaj, tha se kjo komunë meriton një kryetar si Ismail Latifi për shkak të punës së tij të mirë në 4 vitet e kaluara. Po ashtu e kam përcjell kryetarin Ismailin punë në respekt ndaj gjithëve. Është e pabesueshme ky njeri i saj respektueshëm është ndaj të gjithëve. Kryetari Ismaili s'ka bodi shkëverin. Nuk ka bën ndarje personale, po sjell me respekt ndaj gjithëve. Kandidati i AK-s për kryetar të Rahovecit, Ismail Latifi, premtoi realizimin e secilit premtim që ka dhënë gjatë fushatës elektorale. Për këtë arsye dolëm të parë në Kosovë për premtimet realizuara, jo sepse ishim më të zëshmi, por sepse ishim më të vendosurit dhe sepse deshëm më së shumti Rahovecit tonë të dashur. Drejtues të AK-s premtuan angazhim për jetë më të mirë për qytetarët, realizim të projekteve dhe parandalimin e ikjes së të rinjeve jashtë vendit. Mbrëm në Gjakova, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e ka përmbyllur fushatën për balotazhin e së dielës për zgjedhjet komunale. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj tha se Gjakova tashmë është shndruar në qendër të zhvillimit ekonomik. Pra Gjakova lirisht tash me këtë rritje, me këto të arritura, me këtë zhvillim, qoftë infrastrukturës, qoftë ambientit për jetë, qoftë mundësive që po krijohen, jam i bindur që do të ketë një qendër zhvillimit ekonomik edhe industrial. Ju e dini, ne në Kosovë jemi tani ri, jemi mbrojtje e re, pra ne sa kemi filluar mbrojtjen. Kandidati për kryetar të komunës së Gjakovës nga AAK-ja Ardian Gjini tha se në komunën që ai ka drejtuar për 2 mandate me radhë, kontribuesit kryesor të buxhetit komunal kanë qenë sektori privat dhe diaspora. Dojmë i pa rrugët e pastra, me gjona e me drita,
dojmë me pa shkollat e pastra të ngrohta, dojmë me pa ambulancat e pastra të ngrohta, e shërbime që shduhet, dojmë me pa fshatin ku fëmijët nuk dalin në rrugë me lloç, dojmë me pa fshatin ku nuk ka familje që nuk ka ujë pijes. Ashtu dojmë me pa, edhe ku ka drita, edhe ku ka kanalizime. Dojmë me pa qytetin të rrit me objekte të bukura, me ndërtesa të bukura, me parqe që duhet me i pas. Në garën e balotazhit, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në Gjakov ka bërë koalicion me PDK-n dhe LDK-n. Lëvizja vetëvendosje ka përmbyllur fushatën për balotazh në Mitrovic. Kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti ka thënë se Mitrovicës i duhet një kryetar që punon dhe sjell rezultate të mëdha për qytetarët. Do ta ndërtojmë spitalin e ri në Mitrovic, poliklinikën e re stomatologjike, implantet e ujrave të zeza dhe menaxhimin e mjeshtëm veturinave. Për Mitrovicën qytet të pastër e funksional që ofron mundësi të barabarta për të gjithë, për arsim cilësor të depolitizuar, të digitalizuar, me qerdhe e shkolla. Kandidati vetëvendosjes për Mitrovicën, Faton Peci, u zotua se do të punojë me përkushtim për të gjithë qytetarët e Mitrovicës pa dallim. Lëvizja vetëvendosje ka përmbyllur fushatën elektorale në qytetin e Fushkosovës. Kreu i vetëvendosjes Albin Kurti ka thënë se Fushkosovës i duhet një njeri i përkushtuar, punëtor e me vizion për zhvillim të këtij qyteti. Me valon për prezën, qeverisja i kthehet qytetarit, ndryshimi fillon nga shkolla. Arsimi është baza, kampusi i shkollave të mesme do të jetë në Nakarat, mësimi do të jetë tërëkohës. Ju të tjerën do të sjellni opsionin për qerdhe publike, për shkolla të reja, për kopshte, për kondet lojra për fëmijë, për hapësira të përbashkëta publike. Drejtues të vetëvendosjes në këtë tubim përmbyllës, mes tjera shtanë se prebreza është garancia që qytetarët të bëhen bashkëpjesëmarrës në qeverisjen e Fushkosovës.